Çfarë mendoni për këtë librin? Për alkimistin? Rreth çfarë gjëje mendoni që është? Unë mendoj se kur e krahason për shembull në nivel artistik, asëm gjithmonë, për shembull me Stefani që kishim herën e kaluar, ka një diferencë shumë të madhe. Pra, artistikisht nuk mendoj se është një libër që të mahnit, si me thënë, me oratori ose me narrativën, por baza e këtij libri është mesazhi që përcjell. Domethënë, i gjithë libri është ndërtuar mendoj mbi filozofinë e të përcjellurit. Mesazh se sa në një libër që ti ta lexosh dhe të ngelesh në mahnitur expecting se si ndodhi, pra gjithçka ishte expectable si më thon si libër. Por mund të jesh shumë mesazhe që mund të jesh shumë të përdashurinë të vërtetë. Por edhe si mas vetes vetë. Për mua pjesa më e bukur është fundi i librit, domethënë pjesa që e lidh edhe me krijuesin në gjithësinë, pra një trinom që pësoj dashuria për Perëndin, dashuria për ëndrrat e tua, dashuria dhe nëse shef për partnerin, pra një trinom shumë i lezetshëm. Libër që të ngelet në kujtesë. Unë kam lexuar para shumë vitesh, besoj si të gjithë këtu, dhe prapë kur kupton ndoshta s'më mund të them për fjalë, po si subjekt ke e mban më gjatë se mund të mbash një libër tjetër. Këtë efekt e ka. Si shpëfush të parë, unë kam lexuar shumë kohë më parë, por nga kureshtja e kam rilexuar më vonë. Ka pëlqyer më shumë kur e kam lexuar pra shija. Nuk e kam mbetur më pozitive dhe e padurimi për të shkuar në fund ka qenë më i madh kur unë kam lexuar herën e parë. Sigurisht herën e dytë mund të ishte më njëjti padurimi për të shkuar në fund, sepse unë e mbaja mend historinë. Po pastaj ka qelluar që më pas unë kam lexuar Siddhartën e Hermann Hesse. Dhe në thelb, domethënë po ti vësh të dy në vija të trasha jo, sepse pesë është tjetër, domethënë si të është tjetër. Kanë thelbin e njëjtë, që do të thotë është ai rrugëtimi që ti bën siç e bën Siddhartha atje edhe këtu personazhet tjetër. Rrugëtimi që ti bën për gjetur veten. Domethënë, sa njohim ne veten, sa thellë shkojmë ne vetes, sa guxim kemi ne ta njohim veten, sa të përgatitur jemi për ta njohur dhe për ta pranuar veten dhe të vërtetën tonë brenda. Edhe në këtë rast është pak idealist si libër, pavarësisht gjuhës së thjeshtë edhe që kalon si një limonad, por për mua është pak idealist, që do thotë është në atë ideale në bukur ku ti udhëton. Ashtu siç ai u nis për gjetur atë thesarin fizik, në të vërtetë në fund ai kuptoi që thesari fizik ishte asgjë, po thesari që ai gjeti brenda vetes dhe njohu dhe pinjagzimi i energjive, i shpirtit edhe i mendjes, ajo ishte alkimia e vërtetë. Domethënë mesazhet që në fund jep, ato mbeten në fakt. Domethënë dhe kam përshtypjen që është lufta e secilit prej nesh sadopak, domethënë pavarësisht rrugtimeve të ndryshme, kjo është lufta jone e përditshme, se njeriu në situata të ndryshme, momente të ndryshme, në mosha të ndryshme, njohim një vete të re, dhe kam përshtypjen që jemi në atë është luftimi i jetës. Po ti si e shef? Unë fakt nuk e kam lexuar para, domethënë mund të kem as një vit që e kam lexuar librin. Kishte shumë vite që rrinte në listën time. Edhe më ka përshtypur votimin e fundit, këtë që është. Po. Se ky është anglisht, po të shikosh anglisht. Është një ta kopertinë. Edhe më ka përshtypur që sa fillon është me një pasazh nga Bibla për historinë e Jezusit me Martën edhe çdo gjë dhe kjo gjëja ka qenë një klik që ka bërë tek mua se ky pasazh ka qenë një ndër të parë që unë kam lexuar në Bibël edhe ishte si një gjë që okay, ky që nga një libër që duhet ta lexoj patjetër. E kam mbaruar shumë shpejt, se është i shkurtër edhe historia është deri diku e parashikueshme, domethënë që ti e pret që do ketë një fund të lumtur, nuk është ndonjë dram në vetvete, por gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje dhe që të ngelen në mendje janë simbolet që përdoren. Domethënë rruga, alkimisti, çdo gjë domethënë që lidhet me personazhin, nuk është çdo gjë e shprehur, domethënë gjërat që janë duke aq të thjeshta, ndonjëherë në vetvete kanë ca simbolika ose kanë një domethënie shumë të madhe nga mbrapa, edhe prandaj historia është që të ngelet në memori pavarësisht se mund të kesh shumë kohë që e ke lexuar. Edhe unë nuk jam shumë fan e madhe rileximit, sepse është ajo shija që nëse lexoj një gjë një herë, nuk dua ta prisha të shijej që më ka ngelur, qoftë mirë, qoftë edhe e keqe. Për shembull, ka qenë një libër parfumi
unë atë mezi kam shtyr edhe nuk kam ndërmend që ti kthehem prap. Patrik Sutskin. Ai është shumë. Unë adhuroj. Mua nuk më ka pëlqyer edhe ka qenë shumë mezi kam shtyr, sidomos faqet e para njëherë ka qenë mirë. Po para që gjen në plera. Vetëm nga ishte ai në fakt. Vetëm nga që ishte aq kështu e fortë edhe nuk mezi kam shtyr edhe prandaj them ky libër më ka rënë një shije shumë të mirë. Prandaj mendoj që nuk I kthehem se po ti kthehem dashur ndryshoj. Shiko, ka një gjë psikologji që pse po lexova para ca kohësh, që tregon që për shumë kur je uritur edhe gjen ca moll, ato molla e parë që hash super shishme. Po të rish hash 3 kg moll, domethënë nuk e ke më, se njeriu mësohet në një gjë dhe nuk kush tjetër? Kush do të jap një kështu, një përshtypje një gjë? Unë mendoj të njëjtën gjë që ju flet idealistëve, sepse unë e pata lexuar në gjimnaz shumë për shumë vitesh, edhe tani kur I rilexova, do thënë nuk jam tamam dakord që mos t'i rilexosh për mendimin tim, sidomos klasikët, sepse unë për shembull te klasikët kur rikthej diçka sepse ti ndërkohë je rritur dhe I kupton ndryshe, sidomos zonja Bobani për shembull, unë nuk e kisha kuptuar absolutisht fare kur e kam lexuar e vogël, kështu që mendoj që është gjithmonë e drejtë të rikthesh, sidomos klasikëve. Ky për mendimin tim nuk më foli aq bukur tani, sepse ju flet shumë idealistëve dhe ne tentojmë të jemi me idealist kur jemi të rinj, pastaj kur viteni hyn në lojë logjika dhe po gjithsesi ka mesazhe shumë të bukura dhe është e vërtetë që ngelet si tram, shumë libra mund t'i harojmë, por ky ngelet. Jam me vetë një që nuk e kam lexuar të njëherë, edhe unë e kam lexuar në periudhën e gjimnazit edhe... që kur thoni nuk e kam lexuar, pastaj vazhdon të jetë vetëm një. E kisha lexuar në periudhën e gjimnazit dhe ndryshe, e kisha kuptuar ndryshe, e kuptova, nuk e kam lexuar tani, në fakt vetëm e rikujtova tani, ka ca kohë që e kam lexuar. Por nuk e mohoj që e ka një impakt emocional si libër. Domethënë ti e lexon atë faqen dhe ka një shprehje aty që pak të ngej, mendoj unë. Keq mirë pak të ngej. Më pëlqen domethënë nuk është vetëm ajo pjesa që ti ulu aty mbyll sy dhe universi do bëj gjithë punën për ty, po më pëlqen gjithë ajo rrugtimi që duhet bësh që shkosh pas një ëndre, pas një dëshire, pas asaj që ti mendon se duhet bësh. Është më e bukur ai rrugtimi se sa destinacioni në shumicën e rasteve. Jam dakord. Do e bëj sa të tjetër se dua ta zgjidhem. Manda, çfarë mendon? Edhe unë e kisha bërë të dytë. Dhe ishte shumë interesant, u habita se si kisha lexuar për të dytë. Kisha analizuar gjëra të ndryshme. Domethënë herën e parë herën e parë sikur kisha analizuar më shumë fakte, përshkrime, më kishte bërë përshtypje letërsia. Më shumë. Kurse këtë herë ishin ato shprehjet, kishte mund, domethënë ti kapje shprehjet filozofike. Më pëlqeu shumë se është I thjesht. Domethënë ai është përpjekur të jetë gjithëpërfshirës dhe ishte si shumë nga të gjitha. Po më mbante të përqendruar. Ndonjëherë kam vështirësi me Dostojevskin, një dorëzor. Kishte, domethënë, vazhdonte një histori, ndërsa kjo e ndjeva që ishte çik shallow, në sensin që shkonte historisë deri diku, nxirta atë parimin filozofik dhe pastaj kalonte te tjetra, po në një farë mënyrë serve me well, se e mbarova. Kështu që mu duk se ajo historia që thot babai djemve gërmoni arën. Domethënë në fund të ditës Tesari është aty ku ti je, nëse je I vëmendshëm, I vigjilent. Kjo mu duk si Po. Po është vërtet. Të gjitha që kemi dëgjuar është. Zonja. Po, mund të them që unë mendoj që është një libër fantastik për mendimin tim, sepse është një udhtim shpirtëror për një njeri që jo të gjithë njerëzit e mendoj unë që kanë një eksperiencë të tillë. Edhe pse libri, domethënë, është ngjan pak me Biblën në kuptimin e ngjarjeve të Bariut
Domethënë ka shumë elemente nga Bibla, mendoj që Paulo Coelho duhet të jetë lexues i mirë i Biblës ose i Kuranit, se me që jemi në botën arabe i përshtatet dhe me Kuranin, por e ka futur atë element, pa diskutim edhe Vetua për Jezus Krishtin. Po, domethënë mendoj që përcjell shumë mësime për jetën, për çdo njëri nga neve. Nuk e shikoj idealist, unë personalisht. Nuk e shikoj idealist, mendoj që janë mësime aktuale, jep goxha mësime që janë aktuale edhe për jetën tonë moderne. Nëse i futesh çik thellë, është libër i thellë. Goxha i thellë nëse do të meditosh. Edhe jep shumë mësime të bukura. Edhe pse këtu është një jetë e një bariu që kishte një ëndër, ai kishte ëndër vetëm të udhëtonte dhe ëndra e tij u shpalos në të tjera dimensione, do thosha. Dhe procesi i këtij rrugtimi ishte goxha i thellë, ai mësoi goxha gjëra. Shenjat që ju dhan atit nga gjithësia ose Zoti, secili mund ta quajë si të doj, por ishin ato që si thua ai i dëgjoi shenjat. Dhe mendoj që ky është sekreti i jetës në një farë mënyre, që të dëgjosh shenjat, të shikosh, ti jesh prezent. Ashtu si i tha i Devexhiu që unë tha jetoj të tashme, nuk jetoj as në kaluarën, as ajo qenia prezent në jetë të ndihmon shumë të shikosh gjërat që ke përpara, të vlerësosh. Edhe ajo i mirënjohjes është shprehur goxha. Domethënë të jesh mirënjohës çdo ditë të jetës tënde, se nëse nuk je mirënjohës, jeta pastaj bëhet çike e mërzitshme. E kupton, çdo ditë të duket njësoj. Siç ishte për shembull tregtari i qelqurinave. E kupton, megjithëse ai përcolli, mendoj unë përcolli një mençurinë vet kur i tha që më pëlqeu shumë Bilisa i fragment, do doja ta lexoja, që ai e mbante ëndrrën, donte ta mbante ëndrrën ashtu të paralizuar. Se ndryshe pastaj u hupte qëllimi i jetës. Dhe mendoj që këtu ka edhe një çik paralelizëm me besimin në Zot. Ka një lloj paralelizmi, paktën shumë e shikoj unë. Ka një lloj paralelizmi se në të vërtetë besimi në Zot është të themi të kesh besim në gjëra që nuk shihen. Nuk shihen. Ajo e padukshmja. Kështu e kam parë unë librin paktën, që unë e kam lexuar ndoshta 10 vjet përpara në anglisht për herë të parë dhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Ndoshta atëherë kur e kam lexuar isha idealist. Ishte Hali më zonë për në radio i kanë. Ka shumë gjasa që t'jemi idealiste akoma të shti. Por, domethënë atëherë dhe kam lexuar me tjetër mendje dhe kësaj radhe lexoj. Dhe prap mendon që është një vepër e mirë. Kësaj radhe shijova akoma më tepër. Mendoj se është papash me tjetër kënd vështrim. Kështu që mendoj që përcjell ca mësime shumë tjera për jetën. Shumë mirë, se do i hym pak më ta vërmojmë pak parë, domethënë po. Ç'mendon? Edhe unë si gjithë gocat të vetëm nuk e parë që e kam lexuar. Se radhe vendosa ta dëgjoj, për shkak edhe të kohës, po edhe për shkak se doja të shikoja edhe ndryshimin që kishte midis versionit shqip dhe versionit në anglisht. Shumë pak ishin diferent, to na ka bërë një punë shumë të mirë. Në ndryshim nga era e parë që kam lexuar librin, se në atë kohë që kam lexuar unë kam qenë fiks perioda e gjimnazit dhe unë atëherë lexoja Bovarin, Dostojevskin dhe të tjerë, dhe nuk shijoja mesazhet aq shumë sa shijoja letërsinë e Mirfield, dhe ky libër nuk më është dukur në atë kohë në stadin e tyre dhe kam thënë është shumë i thjeshtë. Dhe kam thënë pse është kaq shumë hype. Dhe në atë kohë ndoshta edhe nuk e kam kuptuar siç duhet, sepse kësaj radhe që u riktheva, gjeta që shumë nga mesazhet që kishte ishin shumë të vëra dhe shumë të nevojshme dhe në realitetin e sotëm. Dhe një pjesë të tyre më përshtateshin dhe shumë mirë mua me stadin që jam, ndoshta jam në një stad tjetër pak më idealist, po mendoj që ky kërkimi i vazhdueshëm për të vënë në jetë dhe për ta sjellë atë ëndrrën tënde, atë legjendën tënde personale, ishte një motiv që mua më tërheqi shumë dhe që realisht më bëri të kuptoj që shumë nga gjërat për të cilat unë më është dukur sikur nuk i kam arrirë, është fakti që nuk jam përpjekur ndoshta aq sa të shpërpoj që alkimisti dhe Santiago për t'i arritur ato ëndrat e veta. Kështu që patjetër që kësaj radhe kjo hera e dytë ishte një lehtësim më i byrë.
Çfarë mendon për këtë libër? Çfarë dhe? Po registroj? Do dalë në radio? Jo, nuk. Do të del. Çfarë po më pasi do të. Është shumë interesant. Duket se libri i shkurtër, po ka shumë për të ndalë dhe për të reflektuar. Është të frymëzues deri diku, është edhe pak si për fëmijë në aspektin e ideologjisë që përcon. Edhe është pak si dikush që 70 vjeç që shkruaj një libër të tillë, ose ka përjetuar ose vazhdon të ndërron. Nga ana tjetër duket edhe sikur i jep pak fund nga ana doktrinale ndarjes kishës, nëse është çdo gjë e shkruar apo është vullnet i lirë, edhe duket sikur ka një hit mesmetar që shpjegon të dyja krahët, edhe mban anën e dyve. Po që shumë interesant, shumë bukur. Unë e kam lexuar para shumë vitesh librin. Në fakt më ka pëlqyer shumë që herën e parë që kam lexuar, e kam parë këtë pjesën që disa e konsiderojnë shumë të mbivlerësuar, disa e vlerësojnë si libër. Por më ka qelluar fiks në një periudhë shumë të vështirë kur e kam lexuar. Ishte një periudhë që po mendoja shumë për shumë tikja jashtë Shqipërisë, doja shumë të më parria. Edhe kur e lexuar këtë librin, ky mesazhi që kërko, shko ku të duash, ti prapë se sa në ka të këndosh, më bëri të kuptoj që duhet të jesh një herë mirë me veten. Duhet të vlerësosh gjërat që ke, edhe pastaj të kërkosh më shumë domethënë. Edhe kur kam lexuar në atë moment më ka ndihmuar shumë për këtë gjë. Si ka emrin bariu? Santiago. S'më kujtoj. Tani, unë si juve e lexova për herë të dytë, po ne nga viti 2000 e kam lexuar, do një bie për ca kohë. 25 vjet edhe unë mendoj që është libër i mirë, është libër i rëndësishëm, jam me këtë kampin, domethënë në play. Kampi andaj se ka pëlqyer? Jo, ai ka pëlqyer më tepër. Më shive ndryshe, shiko, mendoj se mua ajo çfarë edhe këtë radhë, domethënë ai është një libër i thjeshtë, është një fabull, po e quaj kështu një shëmbëlltyr, po ke atë prallën. Po mua më duhet se është e vështirë ta shkruash atë prallë. Domethënë është një prallë si ato prallat shekullore që janë dash 7 breza derisa ke dalë që është thurë gjithë gjëja që dali ashtu siç duhet. Domethënë ajo kthesa në fund ku i thot ai ëndrrën e vet. Ai tjetri, ky po hap gropun atje, po ata un kam pa ëndër tha se kur është një të saj që një kish atje që ky e dinte. Domethënë ajo nga ana letrare është shumë e bukur që do të theu edhe një herë mbrapsht, po ai po mos shkonte tek ajo, nuk ishte për ta dëgjuar. Atë, kështu që duhej ai rrugtimi. Jam dakord me shokun, ta, si quhesh? Ansel. Do të thënë fjala reflektim. Mendoj që është një libër që të fton për të reflektuar. Se ka një qëllim në jetë. Domethënë se cilin prej nesh që vjen, e ka një qëllim në jetë. Edhe nuk mendoj që njerëzit vinë në jetë për të bërë shitës cigare, derisa ai shtyp një biçikletë për shembull, edhe një banalitet, po themi kështu. Po ne humbim rrugën shumë shpesh. Shumica dërmuese e njerëzve. Edhe janë këto frikrat, këto pasiguritë. Kurse ky djali, domethënë atë këmbguljen e vet, edhe me ca shenja, edhe me mbretin, edhe me alkimistin, edhe me atë, si të shi ka përcen këto. Se gjithë kemi një, mendoj unë, që kemi një mision, kemi një qëllim për të arritur, një thesar, për gjetur, për qenë të lumtur, për qenë të plotësuar, po pastaj rrugës bëhet kush i hyp për Afrikë, domethënë sa delet ai njeh delet janë gjërat e sigurta, se ai ka gjithmonë atë dilemën që ta lejmë tufën, po tufën e njoh, po ato njohin zërin tim, e kush do merret me ato, domethënë ka një ndash në gjërat që di, është shumë e vështirë. Kur niset për shembull një student në shkollë, në një vend të huaj, s'do me ik, se njeh shokët e klasës, jo do shkoj me shokët e klasës, do ikin gjithë te Harry Fulci, thotë jo ti do shkosh. E ndoshta ai është udhëtimi që pastaj të çon aty ku duhet të çosh. Po ai fillimi është gjithmonë kështu domethënë i vështirë për të ndarë për ca gjëra, po për të marrë ca hapa. Se kemi shumë pasiguri në jetë dhe ne shumë shpesh mendoj nuk i ndjekim atë
plotësimin ton të plot, sepse trembemi edhe duam atë gjë që është e sigurt, ato delet tona janë aty, më ai ka ishte 60 dele më duket ajo diçka e tillë. Në ato që ishin pak, ishin diçka për ata. Kështu që mendoj që na fton për të reflektuar për këto. Çfarë janë që na mbajnë në vend? Se përfituro për shkak mos kishe shkuar as tek cigania, nuk e di si është për këtë shqipa. Cigania. Edhe mos ishte takuar mbretin, mos ishte nisur për Afrikë, mos ishte ndjer atë erën që i quajmë atë emrin aty luftëtarëve. Somon, duke të po. Po ai e merr këtë. Edhe shkon atje ç'a ndodhe vjerrin. Me gjëra e parë në Afrikë direkt te lekët, si lekët që kishte. Edhe randi që kishte. Si? Edhe randi. Edhe randi, po. Jo, në fakt është për të vlerësuar tutëzimi i tij dhe mos dorëzimi. Pra ajo nuk u dorëzua kur. Për të shkuar deri në fund asaj që kishte në mendje. Pra, guximi dhe mos dorëzimi dhe qëllimi që ai i vuri vetes, domethënë shkoi deri në fund. Kjo është domethënë të shkosh në fund të botës me plot kuptimin e fjalës. Dhe ai ndoshi intuitën, ndoshi zemrën, ndoshi shen, dhe intuita që ai stërviti, udhëtimi që ai bëri se Saharaja në këtë histori unë kam përshtypjen që është më shumë figurative, pra është ajo kalimi që ti bën vetëm me veten tënde. Pra është ai meditimi i thellë ku ti dëgjon vetëm veten dhe prej aty arrin të njohësh të gjitha sinjalet dhe ti jo vetëm të besosh, por të njësohesh me energjinë e universit, dhe ti ndjesh, jo vetëm ti dëgjosh sinjale. Gjuhën e botës e quajmë? Po, gjuhën e botës. Çfarë mendon për këtë pjesën e domethënë të ka përsërisë se unë mendoj që më tepër se sa ta diskutosh në kuptimin që ç'a bëri ai Santiagoja edhe libri është për ta kthyer në një lloj pasqyre, domethënë edhe me pa thua nëse kjo do ishte jeta ime, edhe ajo metaforë, ai gjithashtu një metaforë, gjithashtu një figurinë domethënë për atë po kur kam qenë unë që ose çfarë s'kam bërë unë që ndoshta është dashur ta kisha bërë. Çfarë kanë qenë ato frikrat e mia për shkakun që hapat e pandërmarr ose kush personazh jam. Prandaj mendoj që ka personazhe ndryshme aty. Kjo shitsi kristaleve për shembull, përfaqëson shumë njerëz. Dhe mund të jemi shumë nga ne, po nuk jemi dorë, themi kush je ti në këtë libër? Se unë Santiagoja nuk jam. Ose përpiqem të jem, po, më thënë se po të jemi të gjithë Santiago, s'kemi nevojë për këtë. Po unë mund të jem shitsi kristaleve, që të them kam atë gjën që dua ta arrij, edhe mirë po ndonjëherë sa më shumë di, aq më pak bën ton njerëzit, se s'ke atë guximin e budallajit, që sa të mendoj ti më që budallaj mbaron në punë. Po e shprehje. Po, domethënë kemi ndonjëherë i zmadhojmë gjërat që mund na mbajnë peng. Mua më ka ndodhur për shkak për vete. Gjëra ndoshta jo determinuese për jetën, po që mendoj që ndoshta mund të kisha bërë gjëra që si kam bërë, ndoshta do të kisha qenë pak më budalla, në thonë, ose më trim, me thënë vërtetën. Po pra ne që mbarojmë, ndoshta quajtëm. Ja, ndoshta duhet të imajë që mbarojmë fjeshtëra. Po ku quajmë? S'ke mbaroj puna asnjëri. Dhe ishte libri idealist, pra s'ishte realist. Kush personazh? Po mendoj që jemi të gjithë pak Santiago. Ose jemi qenë pak Santiago. Kush je? Era. Era e shkretëtirës. Po, era e shkretëtirës. Ta them se në ndesja mëra. Ndërsa unë ta lidhur dhe me pyetjen para për gjuhën në gjithësisë kështu. Unë mendoj se secili prej nesh realisht bëjmë gjërat që i ndjejmë. Pra jo gjërat që ne mendojmë se na pikpajnë me interesave tona ose për të ardhmen tonë ose për jetën tonë, nëse ne veprojmë ashtu ne do përfitojmë kjo dhe nga kjo hap ne do arrijmë këtu që edhe kështu ta zgjidhim jetën tonë. Mendoj që ne kemi tendencën që të veprojmë kështu dhe nuk gjejmë zemrën, ne na hapen problemet që na hapen. Ky është mendimi im. Sepse jo më kot i kemi ato ndjesi. E parë edhe nga pikpamja me vetë Zotin dhe kështu, jo më kot ti e ka ato ndjesi. Edhe ose për shembull, në qenë se ne nisam dashurin, do ta mbaj atë linjë, mbaj çfarë linjë dani. Për shembull, po sigurisht se do
sepse për shembull ti mund ta ndjesh kur fillon diçka që nuk është e drejtë për veten tënde dhe prapë sprapi ti thua po se do ndryshoj rrugën, ta marr si shembull. Por ti e di atë brenda vetes si ajo që nuk do fikset ndonjëherë, thjesht ti do përshtatesh ose mund të ketë ndryshime, por nuk do shkoj kurrë në atë që në nivelin që ti e ndron dhe dëshiron që të jetë. Por prapë sprapi ti e vazhdon dhe kështu është në gjithçka, ti shkon në një punë, ti ndjen që s'është habitati yt. Por mendon se për momentin është mirë se më duhen ato para ose më duhet ky kontakt që të arrit tek ai sepse përmes saj unë përfitoj. Dhe fakti që ne përpiqemi ta vëmë shumë shpesh më lart intelektin ton se sa ndjesitë tona, mendoj kjo është arsyeja pse ndodhim shumë shpesh në udhkryq. Nëse do bëjmë ta na sjelltën, nuk di të them kush është më mirë për të bërë, por mendoj se kjo është të paktën tek jeta ime kjo është gjithmonë. Nëse është edhe ajo që themi gjithmonë e dia, që kemi thënë brenda vetes tonë, sa gabojmë e dia, do ta kisha dëgjuar po. Intuita. Po intuita. Për një gjë që ju e dini të gjithë, nuk ka një mënyrë të gabuar, secili e përjeton edhe të bazë të jetës vetë, përvoja me veta, që nuk është shumë, po ullu dietë ose tjetër që se prandaj po kush e përmendni që akoma janë të ndarë, domethënë gjithçka njerëzve mendojnë që është libri i vlerësuar, gjithçka jo. Kush personazhi? Një element tjetër që ndoshta do ta lidhja jo fiks, po diçka. Përgjithsisht njerëzit për shembull kur kanë një synim, edhe ata që kanë synime të qarta, edhe po luftojnë për të arritur diku. Më ka hasur të gjej shumë nga këta që mendojnë se dashuria i pengon për të arritur synimet e tyre. Dhe në këtë libër ti e gjen që nuk e pengoj atë dashuria, përkundrazi Fatima, kjo vajzë, përkundrazi e inkurajoi më shumë edhe si më thënë i dha edhe një herë energji për të vazhduar edhe nëse ai kishte ndërmend të dorëzohej, po themi. Dhe kjo është një nga gjërat që unë për shembull e kam gjetur veten që dikur para se unë, si më thënë të një njeriu që unë sot e kam bashkëshortë dhe kam familje me të, e kam pasur këtë mendim. Jo se nuk kam për libri. Po e kam gjetur atë si element edhe shpesh herë gjej edhe në rrethin që mua personalisht më rrethon që e kanë të barrierën ose frikën. Po të kenë partner ose të krijojnë familje apo të kenë një dashuri edhe një marrëdhënie të konsoliduar, mendon se i pengon në zhvillimin e karrierës apo të qëllimit të tyre. Në disa raste të pengon. Domethënë në kuptimin varet nga njeriu. Pra, se mund ta po ta kthesh për mbys për shkak tua. Një shkallë pak më të jo. Unë thjesht po e ashtu çik më shumë se nuk jam kundër asaj, po në kuptimin që fjala vjen ne mund të jemi Fatima. Dhe mund sillemi ose si inkurajues ndaj partnerëve tanë, që t'i shtyjmë ata drejt ëndrave të tyre, drejt plotësimit të tyre, ose mund bëjmë pengesë për ta. Kemi frikë sigurisht ajo ti thoshte ku do shkosh ti tani ti Njofte mua, det vrasin, e ka luftë, fisët për luftojnë, rinë në shtëpi. Po fisja për gjithën këtë, domethënë kjo ishte e mirëshën në kokë, ndoshta nuk e shpreha me zë, që dakord, kur ti krijon marrëdhënien, duhet që partneri të jetë mbështetës. Pra e mora si të mirëqen këtë gjë që. Po se edhe ne ndonjëherë bëjmë pengesë për të tjerë, se ka për shembull çifte që kanë frikë nga suksesi i tjetrit, se thonë do më lërë. Do njohin njerëz të rinj, do futen në të tjera, kjo është më takoj besimi tek vetja jote. Po, patjetër. Shumë e theksuar. Me tjetër, pastaj kjo është. Po, patjetër, po. Prandaj është. Prandaj them është do ta marr si libër reflektiv të thuash. Kjo është patologjike, është fiks. Është patologjike, po është për arsye shumë. Jo, dëgjoj, mund të jetë edhe thjesht dashuria, se njeriu prandaj dashurohet dhe martohet për të qenë afër. Dhe pastaj kret pa pritur, po. Është kjo që mu duk mua problem me veten, ajo e dinte kush ishte, e përdorte shpesh të jemi gratë shkretëtirës. Do më thënë, ajo ishte kaq konfidente në identitetin e vetë dhe ne jemi të forta, ne qëndrojmë, ata ikin, ne i presim, dhe ishte, do më thënë, një lëvizja feministe do vdiste për Fatimen që është një grua që s'ka që i ka, hajde, unë tu jam dhe unë mund të lulëzoj
Po pikërisht Fatima kishte besim te vetja dhe pikërisht ishte ky besim që kishte, ai që lejoi dhe Santiago të vazhdonte. E dinte ishte plotësuar. Ose paktën e kishte njohur identitetin e saj partike, dhe dinte të mbështete në ato virtyte e baza të veta dhe kishte ndërtuar karakterin e saj. Nëse do ishte dikush tjetër që të thoshte që jo po ti rri me mua, se do të jetojmë bashkë, nëse ai njohim njëri tjetrin, sa filloi kjo gjë, Santiago nuk do mund ta vazhdonte. Pikërisht Fatima ishte një tjetër mendoj nga omenet ose nga shenjat që ai takoi, se edhe ajo në vetvete ishte një hap tjetër drejt udhëtimit të tij. Ishte shtys, jo bë fuqi. Ishte ura edhe këndvështrimi i alkimistit që i tha, po mirë ta ja gjos dori me Fatimen. Ai si thua i bëri një perspektivë, vit në parë do ndodhte kjo, vit në dytë do ndodhte. Më pëlqeu ajo. Edhe ajo është të vënë shumë bukur, mendoj, në libër, se si ai ashtroi se si mund të ndodhte mbas ca vitesh. Që ai mund të ishte i lumtur me Fatimen, mund të ishte tregtar i pasur, mund të ishte pasurinë, por prap një ditë bukur aty do t'i ngjelte mendja e ai thesari që nuk e kishte ndjekur. Dhe mendoj që edhe ajo ka diçka aty për të parë. Mendoj unë. Unë jam dakord. Po, kështu që se kisha menduar, por që më pëlqeu ajo perspektiva se shpesh neve nuk e bëjmë dot atë, ose kemi frikë ta bëjmë për veten tonë. Që të po mirë, dakord, unë dua këtë gjë në këtë moment, për shembull, siç është puna e dashurisë. E more dashurinë tënde, po pastaj ke dashuria jo, është ajo elementi që ke dashuria është dhe momenti i verbërisë, se ti mund të harosh gjërat që janë të rëndësishme për ty sepse je shumë si thuash e impenjuar me atë ndjenjën e dashurisë, po ajo nuk do të vazhdojë gjithmonë. Pastaj, kjo është temë që mund të hapen shumë. Ka njerëz për shembull që i mbajnë njëri tjetrin poshtë. Po. Domethënë, se para si janë. Kjo si gravitet. Si po, gravitet ndaj njëri tjetrit që mos e mirë jemi, e ke parasysh. S'ka që se e bën gjithmonë këtë gjë. Në qindra me shëtridhe. Kush e di çfarë kjo që poshtë. Një numër i panjoh, s'ka që. Më bon. Mund të mund ta shikosh, e kthem përmbys, e shikon nga jashtë, nga brenda. Domethënë shikohen shumë këndvështrime në këtë gjë, mendoj unë. Për qenien e një personi, për balancin e jetës, për atë që duhet krijoj secili nga ne, pavarësisht në lidhje ajo në lidhje me një person tjetër. Domethënë janë shumë të lidhura të gjitha gjërat dhe mendoj që ky libër e bën atë lidhjen e njeriut me gjithësinë, me njerëzit që ka rreth vetes, domethënë ato mesazhet janë të gjitha të lidhura me njëra tjetrën. Ne nuk ta shohim veten vetëm si veten tonë, me egon tonë, njërën tjetrën. Duhet ta shikosh veten në gjithësi dhe mendoj që ky libër e përcjell shumë bukur atë. Që ta shikosh veten tënde ose ishte një moment aty që ai filloi, nuk e mbaj mend tani se kam shënuar në faqen, por domethënë tha Zotin, po lë Zotin, domethënë erdhi momenti që ai nuk dëgjonte më veten. Ai filloi të dëgjonte Zotin edhe i doli në shprehje, tha, tani po them, por është faqe 130 vjet që. E pas ke shënuar mund ta lexosh ti atë. Po thot, kjo kur e zbulon vet ai, por Zoti e zbulon rrallë herë dhe kjo është për një arsye të vetme. Është një ardhmë që është shkruar për të ndryshuar dhe këtë di vetëm Zoti. Domethënë, mendoj që edhe ky element është shumë i rëndësishëm. Nuk duhet ta nashkaluar. Kështu që shpesh e mendojmë veten çik të izoluar në atë ishullin tonë, atë botën tonë, njërin tjetrën, se kur mendojmë ëndra, nganjëherë është diçka idealiste, por ëndrat nuk mund të jenë gjithmonë idealiste, ashtu siç tha dhe Blendi që është një qëllim. Domethënë të zbulosh se çfarë qëllimi ke ti në këtë jetë është gjëja e parë, mendoj. Po. Dëgjojmë një burrë. Edhe është një nga gjërat më rëndësishme gjithashtu. Po, shumë. Se, domethënë, patjetër janë dhe rrethana,
Dhe në fund është kur ti e gjen çfarë do të bësh, siç ishte ky shitsi kristaleve. Çështja është ai i lumtur edhe që bën. Sa ai thot pastaj që unë vazhdoj të ndërroj dhe kjo është sa më e lumtur. Kështu që është të gjesh me siguri, ajo çfarë është për ty është e sa do të lumtur. Ndoshta është të gjesh çfarë të bën ty të lumtur. Kështu që ti kesh të dyja aty. Edhe rrethanat janë, domethënë në gjithë historinë e këtij është rrethanat janë dy pika kyçe për shembull kur ai merr mendimin edhe ecën prapë në besim. Është për shembull kur gjen këtë shitsin edhe punojnë bashkë, duket që gjërat shkojnë mirë, edhe i jepet e drejta se thua për të vazhduar. Ka të bëjë me zgjedhje, po ka të bëjë me faktin që ai gjen njëri të drejtë, i ecë edhe biznesin mbar, edhe kështu dhe bën edhe fitimin. Por a ndodh në shumë raste që të gjesh dikë që s'është aq i drejtë, edhe mos të shkojë mbar, edhe të vidhesh për të dytë dhe të tretë. Kështu që ndodh edhe kjo. Por ndoshta gjithmonë është ai hapi ose ai momenti kur ti zgjedh besosh. Pra momenti kur po flisnim me këtë kur ai takon të vajzën, ata sa ishin një orë. Kështu që patjetër që në një bashkëbisedim ata të dy bashkë ai e thotë që nëse është e shkruar, do takohesh sërish me të, po mund ndodhë që mos takohesh, sepse mund të ndodhte që mos shkonte më aty, apo diçka e tillë, diçka ndodhte rrugës apo do një ndoshta në dikë tjetër se mund ta kishim vrarë piramidat. Po, ata në fakt premtojnë që do kthehen prapë, po si thua nisim tuaj. Kjo ndoshta ishte çik. Era e shpejtëtirës. Ose domethënë ai në këtë rastin që ecim bar me shitsin e kristaleve që e rriti biznesin e gjithë të gjëra. E shoh vetë si një gjë që ndonjëherë gjërat që na ndodhin mund na gënjejnë se e kemi arritur thesarin. Domethënë ai e dinte që prap ky nuk kishte destinacioni aty. Po shumë shpesh në jetë i thua, okay, zura këtë punë të mirë, po bëj para. Kjo është jeta, domethënë i vë kapakun aty, edhe qëndron aty ai. Edhe pse ishin gjëra të mirë, thashë jo. Okay, shumë mirë, por ka edhe më mirë. Domethënë është diçka tjetër dhe është thesari dhe mendoj që thesari mund ta shikosh sikur ishte një thesar me florinj, ë? Po unë e shikoj gjithmonë thesarin si një gjë të papërcaktuar se çfarë ishte thesari, se çfarë mund të jetë. Se s'është domosdoshmërisht para, domethënë pasuri fizike, financiare, sa. Mund të jetë një pasuri e një lloji tjetër, një përmbushje, po shumë njerëz mendojnë që ndalojnë te ai stacioni. Ku është mirë, është rehat, pastaj nuk shkojnë aty ku do duhet të kishin shkuar, se kjo ishte një rast i mirë, ndonjëherë të vjedhin. Domethënë që ka një moment se ka ulje dhe ngritje në libër, një ngjarje, po të gjithë ngjarjet kur lexon shenjat ai, thotë, më gjitha janë duke e çuar tek njëra tjetra. Edhe rastet e këqija duke dhënë një mësim. Po, edhe janë duke e çuar në atë drejtimin, domethënë ai nuk se mund të ishte kthyer që atë ditë. Thoshte, okay, Afrika që ka me hajdut, pash, edhe po iki prapë në Spanjë në një mënyrë apo në një tjetër, apo do bëj para sa për të kthyer në shtëpi, nuk po vazhdojnë më, se që nga shumë e vështirë. Edhe shumë njerëz thonë shumë e vështirë, e provova ashtu. Se nuk dua të flas gjatë, se më pëlqen shumë të dëgjoj se keni shumë mendime të mira. Është një dritan Sela. Quhet, është një po ta kërkonin unë kam hasur para 3 vjetëve në Instagram. Që bën kafe? Ai kafeve, po. Edhe ai është në Gjermani, më duket në Danimark, në Gjermani. Edhe ai është tani, domethënë është boss me kafen. E bën kafe shumë bukura, domethënë kështu ka miliona, 1.5 miliona, 2 milion ndjekës, nuk e di se sa ka. Edhe është domethënë një autoritet, po themi, dhe shqiptar nga Shqipëria. Erdhi vjet dhe bëdhe kafe rrugëve, dhe kishte atë kamionin me kafe. Po që da qaftuar Arsela. Okay. Dritan Arsela. Dritan Arsela, po. Dëgjova një ditë një histori të këtij, domethënë ky është ai tani. Është njeri shumë i arritur.
në vitin më duket ishte 94 e tregonte vetë, edhe tregonte në nëntor. Dhe më duket në 30 nëntor, sepse ishte kur bëheshin 30 vjet. Nga 94 në 2024. Ky kishte shkuar me tren nga Italia në Gjermani, edhe kishte mbetur në një qytet gjerman në stacionin e trenit pa bukë, 4 ditë. S'kishte as i lek, as i gjë. Me shkuar nga Shqipëria në Itali, nga Italia në Gjermani. Edhe mbaj mend tash që po vdisja për bukë. Domethënë arriti aty që po vdisja për bukë. Edhe në një moment kalojnë 2 çuna kosovar. Ky i kupton, i dëgjon ata që flasin shqip, edhe i thotë, "I lutem tot, më jepni një gjë për të ngrënë, se marrova." Edhe ata japin një supë, një sanduiç edhe 20 Deutschmarka të asaj kohe që ishin. Kaq kishte Britania e Cila. Një supë, një sanduiç dhe 20 Deutschmarka. Edhe as si lloj dieni as e gjuhës gjermane, siç nuk dinte Santiago arabisht, kur vajte aty se thotë ai që mësoi gjuhën e këto. Dhe tani ky e bënte këtë videon pas 30 vjetëve, dhe tregonte me detaje këtë historinë sepse po i kërkon këta çuna, nuk i ka gjetur. Po i kërkon do me ditë kush janë, thoshte nëse një person që jeton në Düsseldorf ishin ja 20 ca vjeç në atë kohë, duhet të jenë tash, domethënë 50 ca vjeçar që kanë ndihmuar njërin, një shqiptar që po vdiste për bukë atje. Aman thoshte më vinin në kontakt me ta se dua ti falenderoj, dua ti takoj edhe një herë, domethënë. Tash ai i pret në gëshër se thuash. Por që kështu janë historitë, janë Po prandaj ka shkuar mbar personi fjalë se pas ka rrit brenda vetes atë gratitude. Po, është shumë, domethënë nuk e njoh personalisht, po duket shumë njeri i çiltër, shumë i mirë, domethënë, ai që ai thjesht pa këto ta ngërliqet e suksesit të madh, ai ka kafe në gjithë Evropën tash këto kafenë dhe këto. Kështu që mendoj që është libër kompleks, nuk është një libër i thjesht. Se çdo detaj, unë këtë kam vlerësuar tek ai. Se ti mund të shkruash historinë e një dashurie, ku diun, pasin traume, ka libra, okay, janë të mirë, një gjë të tillë po lexoj një katalane se unë tash. Më pëlqen, okay. Po ky është domethënë kjo është një shëmbulltyr. Dhe unë kam rënë për shembull kur bëj ato videot në ashtu, po të jetë me shëmbulltyr, po të jetë me histori. Ecim më shumë. Ecim jashtëzakonisht më shumë, domethënë 10 fish më shumë. Shkojnë edhe 2 milion, 3 milion, domethënë klikime për t'i parë ato, kur është një fabull. Se Jezusi tregonte shëmbulltyra, edhe natyra njerëzore është pavarësisht kompleksitetit të Dostojevskit apo dikujt tjetër, gjërat e thjeshta përthithen edhe përçojnë mesazh. Ne gjejmë vetëm në kollaj, ndoshta një. Mendoj se po, lexon. Si? Edhe s'të lodhe. Edhe s'të lodhe. Domethënë, ky ishte nuk e di si janë shkrimet e tjera të tij, po është i shkurtër dhe i thellë. Pak a shumë në mesazh. Se pas Zweigut, domethënë në aspektin letrar, fjalët e përzgjedhura për shkrimet nuk ishte njësoj. Në të sens se ndoshta edhe nga që i lexova njëra pas tjetrës. Po prandaj thashë të shihni limonat detajilis, sepse kur tjetër hason janë bukuritë ndryshme, janë shumë ndryshme. Ky i bie shkurt, i thellë me shumë filozofi dhe të rëmben, e mbaron. Po. Kurse një libër që merret me shumë detaje, të kënaq, po mund ta lësh dhe për nesër. Kurse këtë duhet të mbaroje ku do shkonte Santiago dhe pse ishte herë e dytë, se kisha harruar ose këto parimet filozofike. Po ta krahasosh me pikturën një Picasso, me një Monet, me një Da Vinci, me një ndryshon, po. Gauguin, domethënë janë ndryshe, po janë të bukura. Po aq të bukura ndoshta sa njëra tjetra, kështu. Pavarësisht stilit. Po ka dhe disa të vërteta tjera, domethënë në një pjesë të librit aty flet për dëshirat e zemrës. Edhe po më thotë bashkë se tim me zemrën kupton më shumë, për një më shumë. Kështu që është një e vërtetë në fakt për dëshirat e secilit për nesh, domethënë nga burojnë edhe s'e kanë një se ka një tjetër. Por domethënë aty është edhe një moment kur zemra i thotë për shembull që me kalimin e viteve ne pastaj nuk i flasim më personit për këtë dëshira, sepse me kalimin e kohës fillon edhe ndjen atë vuajtjen që pse se bëra më përpara.
Që ka dhe një mundësi të këto zgjedhjet, ose një moment tjetër që thot pastaj më duhet është nga fillimi i librit kur thot këto bekimet pastaj që nuk pranohen ose nuk përdoren nuk kthehen në mokim. Pra ndodh dhe kjo që ndoshta për shkak të frikës ose për shkak të dyshimeve ose asaj rehatisë, ndodh pastaj që gjitha ato bekime që ti mund t'i zgjidhje sot dhe mund t'i kishe, zgjedh ndoshta ti shmangësh ose mos ti zgjedhësh, edhe kjo pastaj shkakton ndoshta vuajtjen tek zemra e personit. Është edhe historia që i tregon ai plaku për atë personin e ri që ishte dietar dhe dërgoi djalin e vet në udhëtim tek një që përgjitur misionin e jetës dhe i dha 2 pikat e vajit për të ecur nëpër edhe përsi një mesazh shumë të fortë sepse ai thotë një mesazh i thotë e fshet e lumturisë si ndron kur vështron të gjitha mrekullitë e botës për pa harruar kurrë të 2 pikat e vajit në lugë, sepse ai në udhëtimin e parë që bëri kishte menduar vetëm tek pikat dhe nuk pa asgjë për rreth, dhe në herën tjetër vështroi vetëm për rreth dhe nuk u përqendrua pak te subjekti për cilën po dhe e pikuan. Kështu që edhe kjo ishte histori shumë mirë. Ata që tregoi unë, pra te e marr. Po citoj nga ndo për të. Ajo në vetë është një libër, po themi kështu, një mesazh. Po. Atë që ta Ansi. Më pëlqeu kjo kur filloi ky të dëgjoj zemrën, më pëlqeu ai bashkëbisedimi që kishte me zemrën se si çfarë i dolën gjatë rrugës që një herë tha që zemra është rrafare, mënyra se si e dëgjoi ai zemrën, derisa u njësua të themi me zemrën, edhe kjo fraza më pëlqeu shumë. Frika nga vuajtja është më e keqe se vuajtja. Kjo është një vërtet universal, mendoj. Ajo është komplet stoicizëm në ajo është frika nga vuajtja është më e keqe se vuajtja që epitetit është. Ato nevojë më shumë në përfiturim se sa në të vërtetë. Po, është shumë e vërtetë. Është një gjë. Po, më pëlqeu shumë kjo. Por edhe pjesa kur i ndaluan këta alkimistin dhe këtë Santiago në ndaluan këta që ishin po bënin luftën, dhe kur ky alkimisti i nxori atë vezën e verdhë ose i nxori tha ja këto janë me vlerë, kjo të ndryshon në ar, edhe ata qeshën. Edhe aty dhe ajo fraza më pëlqeu shumë kur thot kur kemi thesare të mëdha para syve, nuk i vëmë re kur, sepse njerëzit nuk u zën vesh thesareve. Mendoj që edhe kjo është në mënyrë metaforike, por kjo ka të bëjë me atë që ndoshta edhe ke besimi ke vetvetja. Mund të jetë një thesar që ne nuk e shikojmë, që ndodh shpesh. Too good to be true, domethënë ne nuk e shikojmë thesarin që kemi brenda vetes. Domethënë nuk njohim veten mjaftueshëm, se edhe ky libër flet shumë për të njohur vetveten. Dhe mendoj që nuk i japim vetes tonë asnjëherë shans që të njohim vetveten mjaftueshëm dhe të krijojmë atë besimin që unë këtë gjë e kam. Kjo është vlera ime. Mendoj që kjo frazë tregon shumë për këtë, mendoj unë. Kështu e pash. Dhe në fakt përjashtuar asaj frika nga vuajtja është më keqe se vuajtja. Thotë edhe një shprehje tjetër që thotë vdekja në fakt e ruan jetën. Edhe ajo po ishte bukur, kishte shumë fraza të bukura kjo dëgjimi i zemrës, më pëlqeu shumë aty. Po, duket në fakt domethënë në gjithë shkrimin e tij që ai e lidh shumë me besimin e tij personal. Domethënë po ta shohësh nga fillimi i librit, ai takon të burrin e moshuar dhe prapë që është një personazh nga Bibla, po. Është brexti. Edhe gjatë gjithë kohës ky vazhdon edhe është si diçka, domethënë është si një ftesë, domethënë për të dhënë nga përjetimi i tij personal, por domethënë është edhe diçka që për t'i dhënë më shumë sens ose për ta bërë më shumë pjesë të jetës të librit, është edhe një ftesë personale ose një besim personal që ky libër edhe të bëjmë akoma më shumë sens. Domethënë për mua e tillë ishte, domethënë okay, ti e njeh dikë, beson diku, edhe ky pastaj është si thosh ai plaku moshuar që e udhëheq për gjatë gjithë rrugtimit. Edhe pastaj mbetet
prallë në qoftë se këto dyja nuk janë sinkron. Në fakt, unë do thoya në lidhje me personazhet aty nuk është se ka një përshkrim shumë gjatë të personazhit që ishte kështu, ishte i veshur kështu, kishte flokët, kishte syt, nuk ka përshkrim, po përshkrimi i personazheve bëhet me anë të veprimeve të tyre. Edhe ti nga veprimet që bën ai plaku moshuar ose ai shitsi i qelçurinave, ti kupton që çfarë karakteri ka ky, si mund dukej, edhe ti e imagjinon vetë dhe mendoj që po të pyesësh të gjithë secili do ketë një imazh të ndryshëm për Po shfaq. Shfaqet shumë përshkrim të gjatë, edhe ideja është që edhe në lidhje me pyetjen që ju bët pak më parë për ku e gjeni veten te secili nga personazhet. Sado njeriu është natyrë komplekse, edhe personazhet në këtë libër janë të gjithë, secili është kompleks në atë të veçantën e tij, por lehtësisht mund ta gjesh veten nga pak tek secili nga personazhet. Edhe në fund mua ka bërë shumë përshtypje ajo pjesa kur ky dhe alkimisti janë në një karrocë që po shkojnë drejt shkretirës, edhe ata, si të thuash, ndryshojnë vendet, që gjatë kohës që Santiago e kuptonte gjuhën e universit duke dëgjuar rërën edhe erën që sillej në shkretirë, dhe ky tjetri lexonte librat për marrë më shumë informacion në lidhje me Anglezin. Po, anglezi, në lidhje me Thesarin, edhe në momentin që ata ndryshojnë vendet, nuk e kuptojnë gjuhën e tjetrit, edhe mendoj që sa e bukur është që universi apo Zoti të cakton ty edhe ti vjen këtu për atë qëllimin, edhe të flet në një gjuhë që vetëm ti mund ta kuptosh. Për shembull, asnjëri nga të dy nuk e kuptoi dot mënyrën se si tjetri arrinte të kuptonte diçka për atë që rrugën që duhet të ndiqte në momentin që ndryshuan vendet. Edhe aty në fund të librit është mbyllet me një fjali në fakt që thotë jeta është bujare për atë që jeton legjendë vetjake, dhe nëse e marrim që secili nga këta dy personazhe, për shembull që mund të them që janë deri diku edhe kryesor, tamam secili, domethënë jeta është bujare me mesazhet që u jep këtyre në çdo ditë që ata kalonin në shkretë të tjerë për t'i dhënë mesazhin që ku duhet të shkonin, edhe duke jetuar edhe këta të dy legjendën e vetjake. Që është një që edhe tek ajo që përsëritet, tema e përsëritur e shenjave. Po. Që duhet ti të lexosh shenjat. Prandaj ka mira klubi i librit se e pasuron atë kuptimin, e thellon kuptimin e që kur dëgjon një gjë që thot tjetri si e ka parë, si është edhe ti thua okay, po, kështu është. Të gjithë e kthejnë pa vetja. Mua kujtohet për shembull se gjitha lidhen, domethënë është tek The Art of Happiness, është një libër i Dalai Lamës. Ata besojnë që njeriu ka të drejtën që të jetë i lumtur. Domethënë vjen në këtë botë për të qenë i lumtur. Unë besoj tek kjo, njeriu nuk vjen në këtë botë do Për një vuaj. qëllim është më besueshëm se sa për qenë i lumtur. Po, do të vjen edhe është një drejtë e njeriu që ta gjej lumturinë, ta gjej plotësinë, ta gjej pavarësisht pasaj se çfarë formë mund të është gjën, kështu që po, patjetër, se mund të rish te dyqani kristale në fjalë. Aty pastaj e lidh pak me këtë të Adlerit, është ky psikologu kanë qenë një farë bashkë me Freudin, ata pastaj ndan ato. Adleri kam qelluar të lexoj pak kohë të fundit nga nuk e njihja me të drejtën deri vonë. Pa ai nuk beson tek traumat e mbartura. Që si Freud i thoshte gjithçka që traumë, kush e di çka bërë ty. Po, ti se di fare, po ty të kanë kush e di që ti se mban mend e ashtu edhe prandaj ti sillesh kështu. Ai thotë që njeriu ka qëllime dhe ndonjëherë ka edhe frikë që ti arrijë ato qëllime. Edhe jep një shembull për shembull të dikujt që do që të shkruaj një roman, për ta pasiguri si do dhe nuk e shkruan. Po. Nuk e shkruan dhe i thot vetes gjithmonë që do ta shkruaj më vonë, gjërat smecin asnjëherë thotë u martova, u bëra me fëmijë, po me fëmijë nuk shkruhet ajo se ka shumë zhurmë në shtëpi, pastaj puna, pastaj kjo, dhe gjithmonë gjen një arsye për të mos shkruar atë. Sipas Adlerit është sepse ai ka frikë se mos shkruan një roman, romani është kot fare, edhe ëndra e tij që
unë jam një romancier thjesht, s'kam pasur kohën t'ja tregoj botës se sa I mirë jam si letrar, lidhet pikërisht me këtë, se ka frikë nga dështimi I mundshëm. E thot më mirë të mbaj të ëndrrën e ndoshta një ditë do shkruaj romanin që do ndryshoj vendin apo botën, sesa ta shkruaj, mos qelloz gjë, edhe ti provoj vetes që s'jam për këtë punë. Që dua të mendoj që të shkoj në Mekë, domethënë një ditë të dai ku ti bëj atë. Të shkoj në Mekë. Guximi për të mos u pëlqyer, se është kjo që mendoj që frika e dështimit është goxha madhore ke njerëzit. Mendoj edhe këtu e përcjell, ke ky libër frikën e dështimit. Një nga mësimet që përcjell ky libër është dhe frika e dështimit, mos e lini veten të keni frikë nga dështimi ose guximin që duhet marrësh për të kryer diçka. Edhe mendoj që një nga mësimet është që nga momenti, domethënë guxo për të marrë një vendim. Se nga momenti që merr një vendim, ti bën një veprim dhe veprimi sjell një proces dhe procesi sjell një eksperiencë dhe eksperienca sjell një mësim jete ose një mençuri jete, se kjo është procesi I jetës, domethënë edhe pse kjo udhëtimi I Santiagos duket si një aventurë, por është një proces jete në të vërtetë, është një metaforë e procesit jetës. Mendoj unë. Pse ne ka një shprehje që thotë budallet janë gjithmonë duke u bërë gati të jetojnë. Jo, po, realisht. E thotë, domethënë, unë e kthej gjithmonë nga vetja atë, që budallet thotë vetes që nesër tani po bëhem gati dhe nesër do filloj këtë projektin, nesër do hap atë biznesin, nesër do shkruaj atë librin, ose muajin tjetër po bëhem gati, po përgatitem, jam akoma duke mbledhur, duke forcuar talentet, aftësitë që kur ta filloj pastaj ta filloj mbar. Edhe thirrja është mos vë budalla duke pritur, filloje në mënyrë të papërkryer. Do nisë disi, nuk do jetë në një gjë, por rrugës do ta përmirësosh atë gjën. E do mësosh çfarë mos bësh, për shembull. Është e vërtetë. Edhe unë e gjej vetëm, ka shumë gjëra, jo se ta mendoj konkretisht, po ta mendoj mund nxjerr edhe gjëra konkrete. Po që edhe unë kam pas, për shembull, te vetëmi gjëra që mund t'i kisha bërë më shpejt, apo që mund t'i kisha bërë si kam bërë fare, se thuan që se kur t'jem edhe çik më I pjekur, kur t'jem edhe pak më I rritur, kur t'jem pak më I mençur, atëherë do ta marr atë hapin. Edhe punohesh, se koha nuk dalon, koha nuk pret, domethënë ajo. Gjërat ndryshojnë, ritmi. Rrethanat ndonjëherë janë oportune, pastaj mund të bëhen e kundërta. Santiago është shumë I ekuilibruar, sepse nuk është që ai është guximshëm. Në momenti unë mendova, nuk e mbaja më, dhe unë mendova që kur ai pati sukses tek dyqani I kristaleve, bëri ato llogaritë dhe ju bë gati të kthehej. Domethënë ai ishte racional për të, siç bëjmë ndonjëherë ato pros and cons për vendimin e radhës. Kishte një ndjeshmëri kaq të madhe shpirtërore që në momentin e fundit ai mund të guxonte. Dhe ishin të dyja aftësi që I kishte servitur gjatë gjithë kohës. Ai gjatë gjithë kohës edhe fliste me zemrën, edhe mësonte, bënte këtë llogarit. Është mirë kjo, po ajo, po kjo. Kështu që është shumë I balancuar, pavarësisht se duket si një idealizëm, por ai thotë kërkimi nis gjithmonë me fatin e fillestarit dhe merr fund gjithnjë me provën e fitimtarit. Domethënë, okay, mund të eci një herë, por pastaj është provë që ti guxon. Edhe është në fakt e trishtueshme, sidomos kur punon me njerëzit, nuk ka gjë që të trishton më shumë se sa talenti çuar, potenciali çuar dëm. Vetëm nga kjo. Dhe një gjë që unë shpesh u them të rinjve është, shiko, mos e lër bukën në furr derisa të digjet. Se po u dojë s'ke që bërë më mirë nxirje të papjekur, se keni shans ta fusësh prapë në furr. Edhe pak. Po e le, ka një fije të hollë, në fakt që është e rrezikshme dhe shumë prematur, edhe më vonë se ç'duhet. Po unë djalin e parë kam bërë shtadhamik.
Shumë mirë ka shkuar. Se më mirë prematur se sa asnjëherë. Më kujtoa se ishte dita botërore prematur, edhe unë që i qoj gëzuar ditën dhe imazhin. I rofshma që ma kujtove. Nërsa unë nuk është se kam shumë respekt për figurën e Santiagos. Dhe më thënë, në qëse ti më rënë një rob adult, një mashkull adult, nëse do ishte në karakteristikat e ti, do t'ishte i t'mërshëm t'ishte pranë ti. Sepse është një person që nuk ka as pak siguri, as për ndjesit e vetë, as për të ardhmen, dhe do thoshte kështu jemi gjithë, dakord. Por ishte si njeriu e shtrondi si rrugën e vetë, nërsa a i thjesht kishte ato delet e veta, nga babaj vetë, se si kishte veta, që i shiti, dhe pastaj ishte totalisht në udhkryq për jetën e vet dhe nuk dinte a do lidhen prapë me Fatimen apo jo, a do kthehen prapë në Spanjë apo jo, dhe kishte kaq shumë dilema brenda vetes që ishin kaq shumë të alternuara dhe mes njëra tjetrës që nuk ishte vetëm orientuar, por ishte gjithë jeta e vet në një pikë pyetje që duke një moment mund ta humbiste plotësisht. Dhe dukej sikur gjithmonë jetë vet varri nga të tjerët, sikur familja e vet do varri nga Fatima, sigurita personale do varri, pastaj sikur pasuria e vet do varri nga ftesari. Dhe duke si një mashkull që s'ka s'pak identitet. Kam përshtimin që kjo vjen sepse mua për shumë më përcjell atë idenë e personazhit falso. Nuk më vjen real. Pra mua nuk e di, ndoshta unë kam një problem me Coelhon sepse pas ti librit që kam lexuar. Është dukshme. Nuk them që paroshe ka disa gjë. George Orwell i thot një fjalë, thotë nëse është e tepër ti që fare atë. Jo, unë kam lexuar Fitimtari është gjithmonë i vetëm. Edhe aty pastaj pas atij thash, "Ok, unë nuk e lexoj." Ai ka bërë ben atë. Po. Është, domethënë, mesazhet unë nuk kam asgjë me mesazhet e këtij libri. Për mua shndrojnë gjitha mesazhet janë shumë të bukura, secili prej nesh i gjen veten tek secili nga ato, po themi porosi. Por unë kam dy gjëra. E para, personazhi këtu mua më vjen shumë i stisur. Dhe e dyta, këto lloj librash që pastaj pas Alkimistit filluan të bëheshin me shumicë. Këto si bëhesh milioner për një javë dhe këshillat që si ti Ferrarin e vet. Erdhi duke rënë, jo, nuk është e njëjta. Pra, jo në të njëjtin nivel, po them që pas kësaj kohë, pra pasi u botu Alkimisti dhe u bë famshëm në Shqipëri, ndodhi kjo gjë më pas. Paktën në memorien time është kështu. Jo, ashtu ka solli një rrym që po, është shumë i thjeshtuar, pra mesazhet këtu vijnë kështu si ato bukët e furra. Pra ti merr të gatshme, ndërkohë që ne si më thënë, nuk e di, unë personalisht për shumë shijoj shumë atë që ulem dhe e lexoj atë Dostojevskin, i lexoj nuk ka problem 1000 faqet e Vëllezërve Karamazov, edhe për herë të dytë, dhe më vinë të gjitha mesazhet, po është një gjë, është botë, është imagjinat. Kurse këtu nuk të nxitet imagjinat, pra të vjen shumë e thatë dhe shumë i stisur personazhi. Unë e kam me stil, përse mesazhet të pëlqejnë. Kam shumë imagjinat. Ako të gjithë të rinë që një fund duhet të lexojnë. Edhe unë ashtu mendoj. Ashtu mendoj. Sot kisha ndërmend të shkruajtin tim këtu, se me që është Shqipëri, se jeton në Itali. Edhe i lexon, edhe i thash do vish ke klubi i librit, shikosh një eksperiencë tjetër. Se ai nuk është shumë mirë me shqipe, se flet italisht më tepër, e ka atë zgjuar të parë. Po më tha mua, çfarë libri do bëni Alkimista? Tha unë urrej Paulo Coelho. I thash, urrej është që i fjallë e madhe, i thash, mund thua që nuk më qej. Po si ka mundësi tha që ti e pëlqen? Tani thash, kjo ajo bindja jote personale do ma ngjisësh dhe mua. I thash, nuk e di, do ta diskutojmë këtë pse urrej Paulo Coelho, i thash, po mua më pëlqen. Po, unë nuk mendoj që Paulo Coelho është në garë me Dostojevskin, domethënë s'ka lidhje fare. Ai bën, ne thash janë si ato pikturat që njëra është kështu tjetër. Si krahasosh një operë me Michael Jackson. Ora është çështje gustos. Dhe tani gjej një person që pas ka të njëjtë. Është shumë personale, por nuk më e kuptuar. Domethënë, ti lexon Çehovin, të vinë aq bukur, të vinë gjithë ato. Po sepse janë dy libra E prapë në krahasim, domethënë. po pra jetë duke Jo, nuk ka krahasoj. Domethënë, ti lexon këto. Pra lexon Hesen, lexon Çehovin, lexon gjithë. Dhe të vinë gjitha këto mesazhe dhe të vinë edhe më bukur, dhe më të shpjeguara, edhe më të thella, edhe më artistike, edhe të nxjisë imagjinatën, edhe gjën vetë të gjitha. Dhe se duhet ta fshtoj kaq shumë gjithë. Prandaj është ai me aq i shtirë. S'veti nëse është mirë, se duhet ta mbyllim para se të zihemi. Por nuk e di nëse
ndoshta ky version, në këtë kopertinën, se ka një parathënie te kjo, që ai ka shkruar në 2018. Se ai botimi më duket I para 2018 që ke ti. Po gjavën atë kam, se kam Për logon I 2004-s është. Kështu që ai ka shkruar një parathënie te ky që është I 2018-s parathënia. Dhe ai flet pak për historinë e librit. Libri ishte një dështim I plot kur doli. Edhe ndoshta një nga librat po. E çoi këtu në librari, nuk ja tërishte njëri, ai shpjegotuese që e kishte të drejta tha 5 me hiç tha, nuk ta bëjmë më, domethënë, kështu nuk kemi më punë me ty, as mos na sill më të shkrim me gjëra. Dhe ky shkoi dhe e bleu mbrapsht të drejtën e librit vet. Dhe pastaj takoi një amerikan që e kishte lexuar, edhe donte ta përkthente në anglisht, I ka bërë një gjë shumë të rëndësishme. Edhe mori e bëri anglisht ai, që kur bë anglisht, u bë rusisht, italisht, domethënë dhe sot është ndoshta një nga librat më të përkthyer në gjithë botën, domethënë. Ka vënë kështu si person Loracato kam përshtypjen. Se mbaj mend se kam lexuar atë parathënë kam lexuar para shumë kohësh, nuk e rilexova por që këtë thot domethënë pak a shumë që libri në fillim dështoi. Nuk u kuptua, nuk u ashtu, por këtë thoshte unë s'doja me atë. Se ky është një libër rreth shpirtit tim. Se edhe udhëtimi tim. Ishte tesari ti. Po, ky është tesari im, thoshte unë këtë kam dhënë, domethënë është edhe personal. Ai ka gjetur një mënyrë për të zbërthyer hapat e jetës vet, po ta përfiturosh për shembull jetën tënde, me çfarë ke bërë, çfarë nuk ke bërë, çfarë ke dashur, çfarë ke ëndrruar, si ke vepruar, si s'ke vepruar. Edhe ti kthesh në një prallë, se ai është brazilian, do librit në Spanjë dhe në Afrikë, ai është vendos në kodën e hapësirë ato. Gjërat po prapë për të rrëfyer një gjë. Edhe mendoj që ka edhe shumë filozofi aty brenda, psikologji, besim. Është edhe filozofik si libër. Po është edhe libër besimi, një spiritual. Faleminderit. Po është kompleks. Edhe është për mua është I dashur. Është një libër I vogël, po është kështu si këto gjëra që I mban në bufetë, kështu që ke kështu si një. Ndoshta mendoj unë që kjo pjesa spirituale për dikë qëndron dhe për dikë nuk qëndron. E vërtet. Mendoj që kjo është lidhja. Që ca njerëz për shembull nuk kanë qef gjë spirituale dhe njerëzit që janë shumë racional për shembull. Po njerëzit që janë racional shumë nuk. Prandaj po tash mendoj që kjo është pjesa që teatri noirin nordik për shembull, ato nordikët janë shumë famshëm për këta librat misterios. Po. Me një burr që gjendet në një dhomë që është e kyçur nga brenda, po është I vdekur aty dikush e ka qelluar, edhe është I hajta gjejmë. Mister. Është bukur, ose për shembull kanë qenë ato librat aty se harroj emrin tash Stig çaj. Ata Kristi Frasen 3. Jo, Stig Larsson që ka këto vajza që nga folën e grerzave, vajza me tatuazhe. Domethënë se nuk do të përhapem, po kam thënë që ka stile, ka gjëra që ai është libër që unë kam lexuar të vajza me tatuazhen e dragonit, po. Që është të mban, se domethënë ti do të dish ai ngreja të misterin edhe thua ora ku do dali, si do zgjidhet ky misteri, se nuk ka sens. Domethënë gjëja edhe të tërheq me atë. Ma është një gjë tjetër. Mendoj që Coelho e ka pjesën spirituale në të gjithë librat. Po. E ka gjithmonë pjesën dhe ai libër tjetër që harrova emrin. Me A fillon, po s'e mend emrin tani. Një emër ka fiks. Jo alkimisti, po një gjë tjetër. S'po vjen. Se ngatron me Amokun, jo? Jo me Amokun. Do të thoni gjithë librat. Vazhdo se sa të gjë. Kam nisur Zahirin, po më bësh Jo Zahiri, Zahiri, Veronika vendos të vdesë 10 minuta. Edhe më kanë. Jo Zahiri, Veronika. Po, për atë më kanë thënë që është më mirë. Po edhe 11 minuta që kam lexuar është interesant. Nuk është spiritualist, po. Nuk është histori nga këta nesër s'po vjen emri tani, po dhe aty zhvillohet historia në një tren mos gabohem. Dhe aty e ka Alefi, se dia që ishte në apo s'po më kujtoj. Edhe aty, domethënë, shikohet atë spiritualen, atë që ne ndjejmë por nuk e shprehim. Ose domethënë janë gjëra që janë ndjesi më tepër se sa
E ka Coelho këtë element Fjalë mendoj unë. duke sa unë lexuar pak mbrapa, se Po. vlerë se libri më duket se trajton shumë besimin në Zot atje. Po, unë nuk e kam mbaruar atë libër fatikisht, nuk e di pse s'e kam mbaruar, e kam lënë për gjysmë se kam filluar Po sa të përbësh shumë si përsëritës. Po, e pash që kishte të njëjtin element si ke alkimisti tash kjo që nga elementi i Coelhos atë. Po shikosh se edhe se ky ka këtu. Te kjo i ka, po ka më shumë se sa dia unë, ka bërë libra pafund, domethënë. Do me thënë, mendoj që Coelho ka atë ndjesinë. Se janë të gjithë njësoj të mirë. Ka të pesë janë të mirë, pastaj Si çdo shkrimtar. ke edhe kontratën me Shpim Botusa, pastaj që do librin e pas 2 vjetësh. Alefi është. Alefi, po. A je aty ku do që t'jesh, është pyetja që Po. kam për këtë. Kështu që mendoj që elementi spiritual ke Coelho është gjithmonë. Po, patjetër. Ka ndonjëri në një gjë të pathënë që ka qef mos ta